Unë gjatë kësaj periudheve që kom punu me mentis, edhe njona prej tyreve që ka fillu me punu, ka qenë shumë periudhë pak sfiduese për faktin që u konë vështirë me bindë nashta që aftësit që i posedon menti që kom punu me ta, po në ndërkohë më ka ardhë shumë ma letë për shkak që ka qenë shumë e interesume, shumë e motivume për me hynë treg të punës edhe me u qastë, që me pas një të ardhën. Tash, na nashta që kemi pas fatin e mirë me kry studimet, e kemi shumë matë rëndësishme pjesën e CV-s të strukturume, të e ditë që ajo nashta është një derë që ta hapë për me u qastë në treg të punës. Po në rastet e grupeve të cenueshme, me gratë që unë kom punu edhe që kom pas menti, u konë këgja e vështirë mi aspjegu fillimisht idenë pëse është e rëndësishme një dokument i tillë. Edhe është dashtë në mënyrë me thonë ashtu në gjusa ma thjeshtë, që me kuptu sa ma letë dhe me ditë pëse që ajo si element është shumë i rëndësishëm në një intervistë pune. Që thash edhe ma herët, grupet e cenueshme, grupet ose komunitetet Roma, Shkalje dhe Egjiptian, prej të cilave i kom pas gratë, pra menti që kom punu me to, nuk është që e kam pas, dhe më thonë, që të aftësin me ditë sa kanë aftësi brenda vetës. Për shembull, kemi pas raste kur në takime që kemi mbajt, ka thonë, unë e punoj në ashta që 5-6 muj, po kur i kemi mbledh në total, i kam ba 3 vjetë përvoj pune në kompanit ndryshme. Që do më thonë, një aftësi që kanë mujtë ato me pasu, ku për shembull organizimi, menaxhimi i kohës, komunikimi, edhe ka pas për shembull raste tjera kur i kom thonë mentisti sa mirë komunikon, sa fjallurin e pasur e ki. Edhe ajo më ka thonë, po në vish po folje, nuk është që edhin se ka ditë që ka që mirë është, ose që ka që zonja o bo falë përvojës, falë mënyrës që ajo ka dasht me bo progres tutje. Social mentoring ose mentorimi social po është një lloj pakete, sidomos për personat që janë të grupeve të cenueshme, për çka edhe është projekti i që më thonë i ideum. Edhe në qatë aspekt menoj që përveç pjesës CV-ve që përmendëm ose intervistave të punës, çka ka ndihmu mentit, për shembull në raste konkrete, unë që kom punu me to, u konë role play, që kjo ideja qysh me përgadit mentin për treg të punës taman. Edhe, për shembull, ka pas raste kur unë jam bosi, punë dhënësi edhe mentio bosi, punë kërkuesi, edhe ka pas shumë ma letë se ka ditë çka kom me pyet une. Po në anën tjetër kom dasht me sfidu, mu bo unë tash punë kërkuesi, edhe për menti nuk unë se pas na ditë që të sen që, ose qështu se pas na menu, që sa përvoj pas këte edhe në qëtë aspekt. Kështu që i ka ndihmu, po thëmë, se cili hap, ose se cila fazë që jemi të shku me social mentoring, po i ndihmon që me i gjetë që ato pikat e forta ku janë, edhe që ato nashta ma të dopta si pika, me punu ma shumë me to, që me i përforcu edhe me mbri një progres ma qëndrueshëm, kisha me thonë.